që ka pas raste që na kanë çudit tepër shumë, që për shembull janë manipuluar deklaratat e vdekjes me certifikatat e vdekjes duke i fshehë tërësisht trashëgimtarët. Do me thonë, një grua cila ka jetu në diasporë, kur ka ardhur në Kosovë në 2014 e ka pas që vëllezërit e saj veç se kanë rregullu krejt procedurën e trashëgimisë, edhe ajo veç nuk ka figuru kërka as në letra që është e bija Pjesë e e familjes. po dy prindërve të cilët e kanë lënë masën trashëgimore, po edhe më thonë veç që kemi pa e ka pa vetën që nuk ka qenë duke figuru kërka në këtë çështje. Kjo e ka padit normalisht vëllezërit e saj dhe gjykata ka vendosur në favorin e saj gjatë kohës kur ne kemi qenë tu e monitoru. Po që prap se prap, rasti ka fillu diku në vitin 2014 edhe është përmbyll dikur viteve, po mendoj muajve të fundit, që i bjen që ka kalu ma shumë se 10 vjet për me pas ajo të drejtën që me përfitu nga ajo që ligjërisht i ka taku prej fillimit. E që mandej bëhet tetë shqetësuese kur e sheh që këto certifikata, kontrata dhe këto dokumente përfshihen edhe institucione shtetërore për me i Që i lëshu, lëshojnë. po ashtu edhe notar dhe persona të ndryshëm të cilët i kontribuojnë këtij problemi edhe i kontribuojnë në çdo fshehje edhe mohim të drejtave pronësore për gratë në përgjithësi. E që ne kemi pasur një gjetur tepër alarmante, sepse është tepër me rëndësi që së pari ata me kry detyrën e vet që duhet, po edhe e dyta me u mundu që me i zbatu të drejtat e secilit çdo që i takojnë.